Një element tjetër që e ka trajtuar edhe Fanoli në disertacionin e tij kushtuar Gjergj Kastriotit Skënderbeu, të mbrojtur në Boston në vitin 1941, ai e trajton këtë problematikën e kryengritjes shqiptare. Nuk është luftë fetare, për arsye se sikur Skënderbeu kishte dashur të jepte karakter fetar, do të kishte mund të shkonte në oborrin papal dhe nga aty ta udhëheqte luftën. Por ai u kthye në vendin e vet, në Shqipëri dhe mbeti aty gjatë tërë kohës. Pra, ishte luftë për me mbrojt qatë territor që ai e konsideronte se i takon Atina dhe i takon sipas parimit shumë të logjikshëm për ta mbrojt ato që dikush po ta sulmon. Dhe këtu tash ndërlidhen interesat e Evropës me interesat shqiptare, duke mbrojtur territorin e vet e mbronte edhe Evropën. Dhe arsyeja tjetër e kryengritjes shqiptare dhe të qenunit suksesshëm për 25 vite, e thot edhe Noli, është fakti se Skënderbeu diti me i lidh dy shtresa të cilat në kuptimin evropian ishin të papajtueshme, shtresën feudale me shtresën qytetare, me shtresën e fshatarëve të lirë, të cilët ai i barazoi në nivelin social. Pse? Fshatarëve të lirë ai ofroi mundësinë që të jenë ushtarë të tij dhe të arrijnë grada luftarake nëse tregonte suksesshëm në luftë. Një gjë e tillë në Evropën feudale ishte pa imagjinueshme, pse aristokracia ishte aristokraci. Ky i bashkoi duke ju jap mundësi që ata ta përkrahin dhe të arrijnë një nivel të caktuar shoqëror në karrierën luftarake. Pra, është genialiteti i tij për t'i bashkuar dy shtresa që në kuptimin real të politikës së atëhershme ishin të pabashkuar. Fshatarët e lirë që nuk ishin nënshtruar as feudalëve vendas, tani në luftë kundër perandorisë osmane e shishin armikun e dyfisht. Një, humbja pozicionit shoqëror lirisë së tyre dhe mandej ja japin edhe karakterin fetar se ishin lufta mes të dy fuqive.